Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Thumma amma ba'd. Nderuar vëllezër besimtar, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me hadithin e radhës, sot është hadithi 9. Në kuadër të haditheve që ka përmbledh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, një hadith i rëndësishëm me kuptime, por edhe me rregulla të rëndësishme të fesë. Ky hadith është vëllezër, edhe pse është i shkurt për nga fjalët që i ka kuptim të madh, sepse ja sqaron besimtarit shumë gjëra në praktikimin por edhe kuptimin dhe praktikimin e fesë, respektivisht të urdhrave të fesë. Këtë hadith e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu ta'ala anhu, i cili është njëri prej sahabëve që më shumti ka transmetuar hadithe nga profeti alayhi salatu wassalam. Thot Ebu Hurajra عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم nga Abu Hurajra se ka thonë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut alayhi salatu wasalam duke thënë ma nahaytukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fatu minhu mastata'tum fa innama ahlaka alladhina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim muttafaqun alayhi hadith nashana Bukhari dhe Muslim. Thot Abu Hurajra e kam dëgju profetin të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë ma jtanabtu ma nahaytukum anhu atë çfarë u andaloj fajtanibu largoni prej saj, kurse atë që u kërkoj me punu kryne sot keni mundësi. Ata që kam dalu, largohuni prej saj. Ata që kam kërku me punu, kryne si pas mundësis që keni. Fa innama ahlaka alladhina, sepse vërtet i ka shkatru ata që ishin para jush, pyetjet e shumta dhe mos pajtimet ose refuzimi që ata kishin ndaj profetëve të tyre. Hadithi pra është i vërtetë të dashur vëllezër besimtar. Ky hadith ka edhe një shkak që ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam kur i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij që me kry haxhin, njëri prej pranishmëve të Rasulullah a çdo vit me kry një herë në jetë. Ka heshti nga mirë alayhi salatu wasalam. Tha ja Rasulullah, a çdo vit me kry ani herë në jetë? Heshti profeti sallallahu alaihi wasallam. Tha ja Rasulullah, a çdo vit me kry ani herë në jetë? Ani herë në jetë. Mos sikur të kisha më thonë çdo vit kishim ju bë obligim. Andaj tash i ka thënë këtë fjalë. Mos pyetni shumë, mos thollani shumë gjonat, sepse ndoshta zbuloni diçka që pastaj ju vjen vështirë me praktiku dhe me majt. Por kjo pjesa e dytë hadith është vëllezër, këtë do të flasim inshallah tani javën e ardhshme sepse është shumë e rëndësishme të ka kuptime dhe porosi të rëndësishme. Sot do ndalim vetë pjesa e parë, ajo çfarë kam ndalu, largohuni prej saj. Kurse atë që kam kërku me kry, me punu, kryne sot kene mundësi. Dhjetra ajit dhe shumë vëllezër në Kur'an, Allah azza wa jall thret që duhet me ndëgju, me pasu, me ju bind dhe me i kry urdhrat e profetit alayhi salatu wasalam. Mëson qindra jetën në Kur'an,
Allahu Azza wa Jall tregon se duhet me ndëgju pejgamberin, se duhet me besu pe projektin popër, duhet me pasu, duhet udhëzimet e tij me praktikuar kështu me radhë. Sepse disa dashurëzër janë një grup njerëzve, të cilët edhe pretendojnë se janë prej muslimanëve, që thonë çka është në Kur'an e morrim. E besojmë e praktikojmë. E çka s'ka ardhur në Kur'an? Dhe kjo është me përgjysmu fe. Ndoshta edhe më shumë se me përgjysmu, sepse ka shumë detyra, veçanërisht pjesa praktike e obligimeve i ka sqaruar pikërisht profeti alayhi salatu wasalam. Thot Allahu Azza wa Jall, kul ati'u Allaha wa rasul. Thuaj binduni Allahut dhe të dërguarit. Ali Imran 32. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Nëse ata refuzojnë, vërtet Allahu nuk i dën pabesimtarët. Pra, urdhër me pasu Allahun, urdhër me pasu profetin. E nëse refuzon dikush, Allahu thot fa inna Allaha la yuhibbul kafirin, që i bjen po thot se Allahu nuk i dën pabesimtarët. Pra, refuzimi i bindjes ndaj profetit alayhi salatu wassalam është kufër. Tel prefis. Nëse dikush pretendon, thot diçka çka profeti ka thonë është halal ose është haram, thot jo, as është ashtu. Ai ka dalë prej dinit. Wa ati'u Allaha wa rasul la'allakum turhamun. Ali Imran po ashtu 132. Pasane Allahun wa rasul dhe të dërguarin la'allakum turhamun. Ndoshta ju mëshiroheni. Ajeti tjetër Nisa 13. Tilka hududullah wa man yuti'i Allaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Këta janë kufit Allahut, wa man yuti'i Allaha wa rasulahu. Ai që pason Allahun dhe të dërguarin e tij, Allah e fut në xhenete, në cilat rrjedhin lumen, khalidin fiha përgjithmonë në to, wa dhalika al-fawz al-azim. Dhe kjo është fitore e madhe. Ajeti radhës vazhdon ajeti 14 surat Nisa, wa man ya'si Allaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Kurse ai që ya'si Allaha, refuzon Allahun, i bën me këtë Allah dhe të dërguarit e tij, yudkhilhu naran, ata e fut në xhehenam, khalidin fiha, përgjithmonë në të, wa lahu adhabun muhin, dhe ai ka dënim të dëmshëm. Po është dhëtë Allah Azza wa Jalla në surat Nisa 59, ja ayyuhalladhina amanu, o ju që keni besuar, ati'u Allaha wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. Thuaj o ju që keni besuar, ja ayyuhalladhina thuaj, ja o ju që keni besuar, praktikoni ose ndëgjoni Allahun dhe dëgjoni pasane të dërguarin. Wa ulil amri dhe udhëheqësit prej jush, dietarët, prisat. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa ar-rasul. Subhanallah. E nëse diçka keni ndonjë mos pajtim për ndonjë çështje, keni nevojë për me gjyku, keni nevojë dikush me gjyku një çështje, farudduhu ila Allahi wa ar-rasul, atëherë ktheuni tek Allahu dhe të i dërguari. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Disa besimtarë shërëzër ose disa njerëz në kohën e sotëm prej muslimanëve po flas. Ndoshta dhe janë praktikantë, falin namazin, agjerojnë Ramazanin. Por një orë çështja me gjyku ndonjë problematik në mesin e tyre, familjare, pronësore, kanë qef me gjenë, thojnë Allah me gjenë pëhina. Që është marrë me gjenë kërë e ki Koranën dhe Sunetin. Kjo nuk është në rregull fetarisht. Sepse e din që me Kur'an dhe Sunet s'pe del mirë, sipas atij, sipas interesit tij. Do thotë pëhina me gjin. Kjo është e rrezikshme. Allahu do të që keni besu, pasoni Allahun dhe të dërguarin. Nëse keni ndonjë mos pajtim, fa in tanaza'tum fi shay'in, nëse keni ndonjë mos pajtim, ktheni atë tek Allahu
dhe i dërguari. In kuntum mu'minin, nëse jeni besimtar. Allahu na falë na dhëzoft ya rabbal alamin. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nëse jeni ata që besoni Allah dhe ditën e fundit. Subhanallah. Se do të shpëzë njeriu ndoshta zëllë ndonjë gjykim tjetër jashtë Kuranit për interes të dunjos. Allahu më thotë nëse jeni atyre që besoni Allahun dhe ditën e fundit, përmbajuni udhëzimet e Zotit sepse atëherë është më mirë. Ajeti radhës poshtë surët Nisa 64. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'. Nuk e kemi dërguar asnjë profet pejgamber vetëm se me pasu dhe me u bind atij. Për shkak e ka dëgjuar Allahu, e ka dërguar Allahu profetët. Gjithë profetët i ka dërguar të njerëz që ata me pasu dhe me udhëheq njerëzit. Ajeti i radhës surët Nisa 69. Wa may yuti' Allaha wa rasula fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim min-nabiyyin wa siddiqin wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ajet madhështor është dashur vëllezër besimtar. Ai që ndëgjon Allahun dhe të dërguarin, fa ulaika, ata do të jenë ma'a alladhina an'ama Allahu 'alayhim, ditën e gjykimit. Botët tjetër do të jenë afër bashkë me ata cilët Allahu i ka begatu. Cilët janë ata? Minë nëbijin, profetet, wa siddiqin, të sinqertit, wa shuhada, dëshmorët, wa salihin, dhe njerëz të mirë, wa hasuna ulaika rafiqa. Është sa shoqërim i mirë është me qenë afër këtyre njerëzve, me profet, me dëshmor, me njerëz të sinqert dhe me besimtar të mirë. Kush janë ata që meritojnë këtë vend kaq të lartë dhe këtë pozitë kaq të lartë në ahiret? Ata që ndëgjojnë Allahun dhe ndëgjojnë të dërguarin e tij. Dhe ajeti i fundit për këtë poshtë në surën Nisa 80, wa may yuti ar-rasula faqad ata'a Allah. Ai që pason profetin në realisht e ka pasu Allahun. Ai që dëgjon profetin realisht e ka dëgjuar Allahun. Ai që i bindet profetit realisht e ki është bind Allahun, sepse është dërguar i Allahut. Në aspektin praktik është zëllën jetën e përditshme. Shtetet që dërgojnë ambasadorën një vend, që ambasador e lunë rolin e shtetit vetë, është përfaqësuar si shtetit e vetë. Andaj ai që tallozën, ai që dëgjon, i nënshtrohet, respekton urdhrat, kërkesat, detyrat, udhëzimet e profetit, ai në fakt e kanë dëgjuar udhëzimet e Allahut subhanahu wa taala. Wa ma ataakum ar-rasulu ayatiras fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fajtanibuhu. Ajo çfarë u ofron profeti, thot Allahu azza wa jall. Ajo çfarë u ofron, u ka dhënë, thot bëne, fakhudhuhu, merrni ato. Wa ma nahakum anhu fajtanibuhu. Kurse ajo që ju ndalon prej saj, ju ka ndaluar largohuni prej saj. Shumë të e në argumentet, qartë të e në argumentet ndëruar vëzër, se ndëgjimi Profetit sallam dhe obligueshmëria e ndëgjimit të tij, pra është obligim, ndëgjimi i tij dhe pasimi i tij është farz dhe është din, është shariat, është pjesë e fesë. Dhe mohimi i sunetit ose i diçka prej sunetit, çka është i sakt, i qartë, është kufër dhe njeriu nëse bën me vetë dije e nxjerr prej fesë. Ky hadith dashur vëllezër ka shumë mësime, dhe porosi dhe rregulla të rëndësishme. Do t'i përmendit disa të cilat i kanë përmendur dietarët. Fillimisht ose në Allah azza wa jall e ka përzgjedhur Islamin si fe për njerëz deri në ditën e fundit. Dhe është feja përmbyllëse, nuk ka fe tjetër, nuk ka shpallje tjetër, nuk do të ketë pejgamber tjetër.
Një ditë për ndëgjej diku me një është një gazetar, i trajton do tema ndryshme, ai thotë se jam ateis, i Shqipërisë, trajton tema edhe fetare, edhe është një nivel këgja i lartë trajtimi që ja u bërë, edhe me musafirët. Por mbjellë shumë edhe dyshime, ngrej pikpyetje të ndryshme kështë të mëra. Ndëgjova në ditë po thëtë, po si kur të është vetëm një feje vërtet, po si kur të është krishterizmi vërtet, po si kur të është islami vërtet, a që shtu a bëj kështë shqitare e Shqipërisë. Pra që ka bojnë ata tjerë. E nuk ka pikpyetje heqë të është lëzërë, asë nuk ka dilemë heqë. Inë dine e indë Allahi l'Islam. Fe e vetëm të Allahu është Islam. Nuk ka dilemë. Është feja që i ka përmledhë të gjitha shëriatet e mëparshme dhe është përmbyllë dhe ma nuk do të ketë. Andaj do shë dhe si feja që Allah Zale ka përzirë për njerës deri në ditën e fundit, ka urdhëresa dhe ka ndalesa. E kjo fej që Allah ka përzirë nuk urdhëron diçka vetëm që është e mirë për njerës. Dhe nuk ndalon diçka vetëm se është e dëmshme për njerëz. Nuk ka dyshim ato. Njerëzit munden mos me ditë për momentin, ose s'ju pëlqen, por kështu është realiteti. Nuk ka urdhëruar diçka vetëm çka është e mirë dhe nuk ka ndaluar diçka vetëm sa është e keqe. Andaj ka ardhur ky hadith me të tregu se qysh duhet me qenë sjellja e besimtarit karshim ndalesave dhe urdhëresave. Çdo gjë që ka urdhëruar profeti duhet me kry po dhe sipas mundësive. Dhe çdo gjë që e kanë ndaluar duhet mu largu në mënyrë kategorike. Kjo është mësimi i parë. Feja të Zoti është Islami dhe kjo fe nuk kërkon diçka vetëm se është të mirën e njerëzve dhe nuk ndalon diçka vetëm se është në domin e njerëzve. Andaj ky hadith sqaron edhe pozicionin e besimtarit karshi urdhrave të profetit alayhi salatu wassalam. Dy të dashur vëllezër, ky hadith është një rregull i madh prej bazave të fesë. E kjo rregull është nënshtrimi i plot ndaj citateve të Kuranit dhe të Sunetit. Kjo rregull është shumë e rëndësishme. Kur është në pyetje citati për një çështje, ato nuk ka më me mendu kërkush, nuk ka mendim të njerëzve pastaj. Nuk ka më mërmendja s'ma mërmendja. Nëse ka thonë Allah për një çështje çështë, ato nuk ngelet më për njerëz me fol ndryshe. Kush do qofshin ata? Ata munden me sqaru, me komentu, nëse janë dietar nivelet që kanë të drejtë. Dhe nëse profeti ka thonë për një çështje, diçka atë nuk ka të drejtë askush me refuzu ose me kundërshtu. Imam Maliku rahimahullahu ta'ala dashur një imam i madh për imamët e Sunetit, dietar i madh, ka jetuar në Medinë, ka qenë hoxh i madh dietar në Medinë, është njëri prej prisave të katër mëdhëbeve, pra mëdhëbet Maliki, e ka thënë një fjalë të mençur, shumë të mençur, dhe të shahid. Duke dhënë ligjërata në xhaminë e profetit alayhi salatu wassalam, ka thonë: "Kullun yukhadhu minhu wa yurad." Prej secilit njeri apo secilit njeri i pranohet fjala, mendimi, por mundet edhe mos ju pranu, sepse pra mundet me çellu, por mundet edhe me gabu, sepse është njeri. Illa sahib hadha al-qabr, ka bo me shaj përveç pronarit e këtij varri, anën e djathtë ka pas ka kush është anën e djathtë? Ka qenë dhe është pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pra përveç këtij burri që është i varros këtu, gjithëve të tjerëve, çfarë do niveli të rromë qofshin dietarët,
respektohen, por munden edhe me kanë qëllu shumicën ose por munden edhe me gabu. Pra po thotë ato ka mundësi me qëllu, gjithsesi, por ka mundësi edhe me gabu. Kurse pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka mundësi me refuzu mendimi ose fjala. Andaj kjo hadith është një rregull dashur e ardh, ajo është në nënshtrimi i plotë përballë citateve të Kuranit dhe Sunetit. Se për një çështje ka folë Kurani dhe profeti alayhis salam, atëherë nuk kemi të drejtë ose nuk ka të drejtë askush për njerëzve, pavarësisht dijen që ka kushtimisht në ka, pozitën që ka që ai më dhon gjykimin e tij. Kjo është shumë e rëndësishme, të thonë. Shumë është e rëndësishme. Dhe për një qënë është vëzër, ka pas një debat, një bisedë ose një polemik mes disa sahabëve. Njëri po thotë, unë mendoj kështu, ai po thotë Abu Bekri, po të kam dëgjuar pejgamberin selam, duke thonë çështu, edhe unë mendoj kështu, thotë, subhanallah. Ato në konferencë që Allah ka më nalëshu burë për i qili. Unë po thonë, ka thonë profetit, i po thonë, ka thonë Abu Bekri. Subhanallah. Edhe fjale Abu Bekrit, edhe pse vlerën e madhe ka Abu Bekri s'ka dëshim, po kur ka hadith, nuk ka më fjale as të Abu Bekrit, as të Omerit, as të Uthmanit, e lërën në djetarët ose njerëz pas tyre. E ta shërëzër kjo është një rregull shumë e ardhë në nështrimi ndaj citateve të Kuranit dhe citateve të Sunnetit. Normal, edhe Kurani edhe Sunneti në disa raste ka nevojë për sqarime, ka nevojë për kuptime, por ato duhet i bëjnë njerëz kompetent shkajnë. Tretë dashur vëllezër, pra është obligim për besimtarin që t'i nënshtrohet dhe t'i kryej kërkesat, urdhrat dhe të ndalohet nga ndalesat shariatike dhe të largohet nga kërkimi i ndonjë lehtësimi. Sot ka shumë njerëz që mundohen e pyesin për një çështje 10 xhallar. E pyet njëra ato më të mirë në çdo çështje. Si pëlqen fatvaja, si pëlqen sipas tij, çka ka pas dëshira i me realizu, si pëlqen. E pyet një, pyet tjetrin, duke hulumtu me gjetë ndonjë lehtësim. Katërt të dashur vëllezër, është obligim subhanallah të ndalesat urdhri është i prerë. Fajtanibu, largohuni prej tyre. Dhe nuk ka tolerim të ndalesat. Urdhri është i prerë, mu largu prej ndalesave në mënyrë të prerë. Kurse tek urdhresat ka thonë kryeni ato sipas mundësive. Kjo është rregull, kjo është e rëndësishme. Ndalesat nuk ka më thonë hajtë se veç pak. Nuk ka veç pak. Ajo që ka nadi, ajo që ka shumica, është ndaluar edhe pakica. Pra, alkoholi është haram, si me pi 10 litra, si me pi një gërqo, haram është. Tek urdhresat, kryeni ato sot keni mundësi, çish kuptohet ja? Ka mundësi që besimtari s'mundet me kry një detyrë, ose lirohet tënsisht, ose lirohet pjesërisht. Për shembull,
çështjen e falës namazit. Namazi është obligim. Ka thonë, kur s'mundet më falë në këmbë, le të falet ulur. Kur s'mundet më falë ulur, le të falet radhë, e kështu me radhë. Le ta kryjnë haxhin kush ka mundësi. Pra, urdhëresat ose detyrat, kryerja e tyre është në mundësi. Ndërsa largimi nga ndalesat nuk ka atë mundësi, sepse në të parën duhet me bë diçka, në dytën duhet më largu, të s'ki nevojë me pas për më largu për diçka me pas forcë, ja veç duhet me pas iman. Pra ribaja sikurse që është haram, milionat janë haram edhe komata, është haram edhe një pjesë e vogël. Kjo është dashur, kjo është në rëndësi si rregull në fe. Tek ndalesat jemi të ndaluar në mënyrë kategorike më largu prej tyre. Tek urdhëresat mi punu pra detyrat sipas mundësive. Edhe të agjerimi, edhe të zeqati, edhe të haxhi të namazit njerëz obligohen me kry sipas mundësive që i kanë. Dhe nuk dikush lirohet komplet për shembull në agjerim, ka njerëz që lirohen prej zeqatit, ka njerëz që se kanë obligim tek haxhi, pastaj ka detyra në haxh që është mirë me kry, por për shkak pa mundësisë ndoshta të shëndetit mundet dikush me të kryej kështu me radhë, por kjo nuk vlen, kjo rregull nuk vlen të ndalesa dhe kjo është shumë me rëndësi. Mëstatatun pra sipas mundësive. Ka thonë dietarët nuk është mirë për besimtarin kur dëgjon ndonjë urdhër profetit alayhis salam me pyet a është vajzë apo sunet. Ndoshta ka njëherë duhet me sqaru për shkak të mundësisë për me kry, me di që nëse nuk e kryen mos me lanë, mos me hin gjuna, por në parim të shërbëzër çdo kërkesë ose urdhë të profetit besimtarit duhet me kry, parim. Thonë në disa prej thonë e dietarëve, selefi i kanë kry disa ibadete për shkak se ato janë sunet. Kanë pas qef me kry. Kurse në kohën e sotit njerëz i lajnë disa detyra për shkak se ato janë sunet. Haj se sunet është. Nuk është pak. Haj se sunet është nuk është pak. Dallimi mes të parëve dhe atyre në kohën e sotit ka thënë Ibn Uthaymin rahimahullahu ta'ala prej rregullave të këtij hadithi انه لا يجوز فعل بعض المنهي عنه, nuk lejohet që me bën një pjesë të asaj që është ndaluar, por duhet mu largu komplet prej asaj. Ajo që është haram, pra është haram sikurse nëse është pak, por edhe nëse është shumë. Ka disa rregulla të shëndetshme, tash kemi pak më vonë, kur lejohet besimtarit me punu ndonjë vepër që është ndaluar. Prej dobi të shëllëzër të këti hadith është se kjo feja është e letë, suhulet edhe din, sepse nuk ka kërku prej besimtarit me kry vetëm ato që ka mundësi. Kryne sot keni mundësi. Kryni sot keni mundësi. Allahu nuk e ngarkon njeriun me diçka që nuk ka mundësi. Namazin e ka kërku prej gjithëve, por ka bo lehtësime në mënyrën e kryerjes. Zeqatin e ka kërku prej një pjesë shumë të vogël besimtare. Haxhin e ka kërku një herë në jetë, po ashtu për një pjesë të atyre që kanë obligim. Edhe ata janë pak ndoshta, një herë në jetë. Dhe shumë detyra tjera ka kërku me mundësi që tregon se feja islame është e lehtë, përkundër që njerëzit tashmë pretendojnë se feja është e vështirë. Nuk është e vështirë.
Zoti s'ka kërku diçka çka njerëz mundet me bajt dhe me kry. Edhe ato që ka kërku me kry, pastaj ka vendosë lehtësimin. Prej rregullave të shëndetësor, nëse njeriu nuk mundet me kry një detyrë komplet, mjafton ajo që ka mundësi. Për shembull, të çështja e abdesit. Kjo hadith na hin punë. Nëse dikush e ka lënduar ndonjë pjesë që e ka për obligim me pastru. Allahu na ruaj prej kaderave. Ndodhet që e lëndon dikush dorën. Edhe duhet me mbështjell me gips dhe s'ka mundësi me la. A është obligim me la? Ose këmbët? Është lehtësimi. Çato çat kish mundësi e lan, ças ke mundësi i vjen mes e kështu me radhë. Te kërkesat, te urdhrat, ato që ke mundësi me i kryn, ato që s'ke mundësi me i kry lirohesh prej tyre dhe nuk i gjuna. Tek namazi, kur s'mundet mu falë në këmbë, falet ullur. Po kush ka mundësi mu falë në këmbë, sepse kjame është rukun, ata namazit tjene nuk është, a i falet ullur namazit tjene nuk është në rregull. Një gabim të shëndezër që bëjnë besimtarët, ose disa dhe besimtarët, subhanallah, kryin bojnë ibadet këgjeshëm. Ibadet bojnë këgjeshëm. Falin, agjeroj, nështë edhe në haqë shkuj, por anën tjetër bojnë edhe me kate, harame. E kjo është të rrezikshme. Sepse profeti po thotë ndalesave largoni prej tyre mënyrë kategorike. Ka thonë profeti alayhi salatu wassalam do shëllëzër, ittaqil maharim takun a'bada nas. Ruaj nga haramet, je adhuruesi më i mirë. Ruaj nga haramet, je adhuruesi më i mirë. Kurse Hasan al-Basriu rahimahullahu ta'ala ka thënë fjalë shumë të mirë. Nuk kanë adhuruesit Allahun me diçka më të mirë se sa largimi nga asaj që e ka ndaluar profeti. Nuk kanë adhuru dikush Allahun se ka adhuru më mirë dhe më shumë se sa ai që është largu nga ajo që është haram. Pra është një gabim që ndoshta punohet sot, njerëz të vërtet kryen ibadete, kryen namazin, e fal namazin, e kryen edhe haxhin, kryen edhe xherimin, po jetën ku nuk është i kujdesshëm edhe ndaj mëkateve. Dhe e fundit janë dy çështje të rëndësishme dashur vëllezër, që na sqarojnë pak a shumë edhe ose që i aludon ky hadith. Ndalimi dashur vëllezër mos me punu është dy llojesh. Po flas në aspektin fetar, në citatet, Kuranit ose Sunetit. Mos me punu qëto është dy llojesh. Është ndalim, thonë nehju tahrim, është ndalim haram, që nuk bën me punu kahti. Ai që punon ka mëkat, dhe ai që largohet ka sevap. Për shembull, pirja e alkoolit është ndalesë e prerë. Zinoja është ndalesë e prerë, haram. Kamata ndalesë e prerë. Vrasja ndalesë e prerë. Dhe gjëra të tjera ose ndalesa të tjera. Ky është nehy tahrim, ky është ndalim i prerë, haram. Ai që e punon ka mëkat, kurse ai që largohet ka sevap. Dhe është lloji i dytë i ndalesës, është tahrim at-tanzih, quhet ndalim, por nuk është haram. Në aspektin praktik, ai që largohet
prej saj ka sevap. Po ai që e punon nuk ka ndeshkim. Janë disa ndalesa që ka kërku profeti, për shembull, më fal kur njeriu ka ndonjë çrregullim dhe ka nevojë për toalet. Nuk është mirë më fal. Në çet gjendje. Por kjo nuk është ndalesë tahrim që namazin e bën pa vlefshëm. Ai nëse fal namazin e ka në rregull, po mirë nuk ka vepruar. Ose dikush me kërsit gishtat gjatë namazit. Dhe ka ndalesa tjera të tilla që ai cili praktikon për shkak se janë sunet, mos më mbështet në dorën mbrapa në dorën e majtë. Është një hadith. Ai që praktikon ka problem sepse ka porositë për vetë e selam. Mos me hecë me njërën këmbë mafër me tjetërën të zbatën, ka ndalesë. Pra jenë të ndalesat dhe këti llojit që nuk janë të llojit të atyre ndalesave të prera. Dhe po ashtu të urdhra të dashur besimtar, edhe urdhri kur urdhrohemi me punu diçka, janë dy lloje. Urdhër obligativ, çdo gjë që ka urdhëruar sheriati në mënyrë të prerë për me kry, sikurse falja namazit, faleni namazin, jepeni zakatin, xheroni Ramazani kështu me radhë. Dhe ka disa urdhra, kërkesat që është mirë me i kry. Është mirë me kry për shembull me shkru kur të bëhet që të vlerja, ose me dëshmu dikush, mirë është, po nuk është obligativ. Ose kur të bëhet një qahi me bë publik një qahi, është sevap, është sunet. Po nëse dikush nuk e ka publiku, a ka bë haram? S'ka bë haram. A është në rregull një qahi? Në rregull është. A pi kuptoni, edhe kërkesat, urdhrat janë dy lloje, që urdhrat prem që duhet me i kry, dhe ai që i kryen ka sevap, ai që i lën ka mëkat. Urdhri i dytë ose kërkesa e dytë janë urdhra që janë ose vepra që janë mirë të pëlqyeshme me i bë, por nuk janë obligative. Ai që i kryen ka shpërblim, ndërsa ai që i lën nuk ka ndeshkim. Këto ndoshta janë disa prej porosive ose mësimeve të pjesës së parë të këtij hadithi të madh, dashur vëllezër, që na hyn shumë në punë në jetën e përditshme. Allahu Azza wa Jall na bëf për atyre të cilët ndëgjojnë dhe pasojnë dhe respektojnë profetin alayhi salatu wassalam, dhe na mëson që të ringjallemi afër profetit sallallahu dhe të jemi në xhenet në shoqërimin e tij. Allahu ju nderojë të shpëlet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi